Shkojmë tani drejt për drejt me kryeministin Rama që po inspekton edhe kantierin e Këngo Art Park, po ndërtohet në Petrel. Ku jemi duke lindë të tjetër, ku bëhet edhe pjesa e tendës, së bashku me një godinë të re që ku bëhet në vazhdimsi. Pjesa e tendës është aty, bashkë me godinë, është vazhdimi i godinës që vazhdon. Ky është nuk i parë, ndërkohë që nëpërmjet kësaj rrugës nëpërmes parkut, kemi edhe një pjesë të dytë që është matan, duke praktikisht janë aty 3 godina, duhet një pjesë administrative, pjesë limita për qendrë. Shtëpia artistës dhe punishte, arti, kulture, po dhe një qendër socializimi për të rinj. Praktikisht, ashtu siç po shpjegoja, ka mbaruar gjitha punimet e përforcimit, por kanë qenë të degraduara, por e veçanta ka qenë që arkitekti në pjesë të mirë të godinave ka dashur të ruajnë, duke pasur edhe një memorie historike të këtyre godinave. Praktikisht janë ruajtur godinat ekzistojnë, por janë ripërforcuar komplet nga e para, që nga shtresa deri tek pjesa sipër. Ndërkohë tani kemi filluar me punimet e rifiniturave dhe të infrastrukturës së brendshme. Ku mbaron pjesa nacionale? Nacionalit në shtator një tjetër me kësmet, por ka shumë detaje që praktikisht jemi duke i rifinuar gjatë zbatimit me arkitektët, sepse janë shumë skrupuloz në këtë pjesë, në sër detajesh, që jemi duke i punuar. Praktikisht gjithë parku është rreth 32.000 metra katror, 3.2 hektar, ndërkohë që sipërfaqja e ndërtimi është 7.400 metra katror, duke bërë praktikisht një nga hapësirat e artit, kulturës dhe të ekspozimit më të mëdha në Tiranë. Ku do jetë avioni kryesor për ekspozitin, ku do jetë ai përkohshmi. Aty është një godinë e re që ngrihet, ku do jetë bari dhe restorante, godina e pritjes dhe informacionit, që do të hyrje e parkut. Tu krijohet një shesh, dhe ajo tenda në krahun tjetër ka një që krijon si një lloj shkallare amfiteatri, që aty kthehet një lloj shkallare. Dhe krijohet një mini pjazë, mini shesh, që mund të shfrytëzohet por vende nga më të ndryshme, outdoori, hapësira të hapura. Dhe kjo është godina e barit dhe restorantit që ka filluar ngritja e themelit. Pasur sfida, diskutoni me Arianin, me inxhinierin. Po qeshni se po thoshte është një pjesë e kolonave që i ka bërë hekurin nga jashtë profilin dhe betonin brenda dhe si do t'i betonoj nga vështirësi të madhe. Ariani është konstruktor thotë. Të rjetën jemi mësuar ata që bënin hekurin brenda dhe betonin jashtë ata. Ky na i bëri dha hekurin jashtë dhe betonin brenda. Po nuk të lejnë ata, me këtë gjatë gjithë kohës kemi pasur bisedime interaktive për çdo detaj. Japonesët? Po, ka një arkitekt që u ka ardhur 3 herë këtu në italian, Andrea, dhe për çdo detaj janë ata që ndryrojnë. Pa ecurinë ne mund të kishim hedhur shumë më shpejt. Ata kur deli problem vinë e kontrollojnë dhe pastaj t'i japin të drejtën të vazhdosh ose jo. Edhe për këtë që duhet pak specialake për pikën e infos, kjo është pika e informacionit, këtë bëjnë aty. Po. Kemi pasur 13 diskutime. Pse? Nuk më pëlqen kjo, bëje kështu, bëje ashtu. Po normal. Nuk të lem. Jam prezent gjatë gjithë kohës. Sepse kjo nga ana tjetër vlerë shtuar është dhe emri i arkitektit. Pra njerëzit do vinë për ta vizituar edhe për shkakun që është një nga arkitektët më të mirë në botë. Duket gjë, kur të vijnë sepse ka tenda shumë të mëdha. Po. Ato janë pastaj. Ato ku bëj përgatitjen? Po ato do vinë nga jashtë, pjesa më e madhe, struktura metalike do bëhet me ne. Kemi ne kapanonin tonë, që është goxhaja, me të gjitha pajisjen e gjithë. Që janë pjesë druri që vinë nga jashtë? Po, janë pjesë druri që do integrohet, veshje druri që do integrohen brenda metalit. Metali do jetë brenda, në fakt.